Ka shumë mundësi që Albin Kurti me e fitu edhe këtë betejë, sepse beteja e Albin Kurtit nuk është asnjëherë me ndërtu diçka. Beteja e Albin Kurtit është me shkatërru. Derisa komuniteti i biznesit, punëdhënësit e 143.000 punëtorëve, mbajtësve të 143.000 familjeve janë detyruar që të bllokojnë të gjitha rrugët e Prishtinës, lëvizja vetëvendosje, Parlamentit e Kosovës ja jep për të 23 herë pauzën prej 48 orëve. Të jemi të qartë, ne kemi fillu një seancë e cila asesi nuk po përfundon, po punojmë 3 minuta dhe kemi pauzë 48 orë. Dhe kjo është përgjithësi e partisë së parë që ka dalë para në zgjedhjet e nënshkurtit. Unë sot jam këtu për të shprehë shqetësimin e madh lidhje me gjendjen e komunitetit të biznesit, punëdhënësit më të madh në Republikën e Kosovës, e thash edhe një herë, ata që punësojnë 143.000 punëtorë. Lexova në fakt nga mediat e juaja që Albin Kurti kishte thënë që ka kalu koha e barrikadave. Kjo konsideroj që është e turpshme, për shkak të gjithë ne e dim se në çfarë konotacioni përdoren barrikadat. Derisa zoti Kurti nuk e ka thënë as edhe një fjalë të vetme për koston 800 euro të transportit të 1 megavatit të energjisë elektrike që bën kompania e Vuk Hamovicit, për cilin ai, kur ishte në opozit, na edukon të neve, ai sot protestën e komunitetit të biznesit e krahason me barrikadat e vendosura nga lista serbe në periudhat të ndryshme dhe në vendet të ndryshme në Kosovë. Dhe kjo është totalisht e papranueshme. Ka shumë mundësi që Albin Kurti me e fitu edhe këtë betejë, sepse beteja e Albin Kurtit nuk është asnjëherë me ndërtu diçka. Beteja e Albin Kurtit është me shkatërru. Të gjithë neve na kujtohet kur Albin Kurti e ka mujt Rahman Jasharin, protestën e Zbashkut. Po kur e ka mujt Albin Kurti Rahman Jasharin, nuk e ka mujt Rahman Jasharin, po e ka mujt arsimin. Albin Kurti nëse i mund këto 1300 biznese, nuk i mund ato ose ata individ, po e mund ekonominë e Kosovës. E kur Albin Kurti e mund arsimin edhe ekonominë, i vetmi përfitues këtu është Serbia. Dhe kjo situatë është totalisht e papranueshme. Ajo çfarë ka ndodhur në sektorin e energjisë këto 4 vite duhet me u hetu në tanësi, sepse nuk mundet zyra e rregullatorit të energjisë dhe kostit, që janë njerëz të cilët lëvizja vetëvendosje i ka vendosur në këto institucione, të cilat refuzojnë me ardhmë dhe me raportu deputetëve në kuvend, po i raportojnë deputetit Kurti dhe deputetës Rizvanodli në secilin takim që thirrën në qeveri, ata kanë përgjegjësi për gjendjen e krijuar. Ata e kanë leju që transporti 1 megavati orë energji elektrike me kushtu 800 euro.